Të nderuar shikuese, jemi ritakuar sërish në këtë edicion, do flasim pikërisht për çështjet e aktualitetit politik. Kemi kënaqësi së bashku me ne të jetë në studio Arbër Hita, kënaqësi që të kemi. Faleminderit. Siç e tham para pak, aktualiteti politik është me sa duket çështja kryesore e ditëve të fundit. Kemi pasur sot pas 10 muajve në qeli shkuarjen e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliajt përpara gjykatës kushtetuese, ku ka kërkuar që të rrëzohet pikërisht shkarkimi i tij si kryetar. Shiko, ishte një ditë shumë intensive për drejtësinë, jo vetëm, por dhe për ne si media, për ta ndjekur dhe për ta parë të gjithën. Ishte një dëshmi shumë me interes. Kam përshtypjen unë kjo që ka thënë zoti Velia i ditën e sotme, sepse është hera e parë që pas gati 10 muajsh që ai u arrestua, që lejohet të japi dëshminë e tij në vetë të parë. Edhe pse nuk është një dëshmi e cila i ngjasonte asaj që ndoshta ne do donim të shikonim në situata të tjera, ishte para trupës së gjyqtarëve shumë të rëndësishëm të gjykatës kushtetuese, pra zoti Velia nuk është se mund të thoshte çdo gjë që ka dashur të thoshte, por gjithsesi i dha disa mesazhe, i tha disa gjëra, ishte një dëshmi dhe një fjalim i tij korrekt, do ta quaja politikisht korrekt, në një farë mënyrë pavarësisht që ai shprehu zhgënjimin e tij për disa qasje që kanë patur bashkëpunëtorët e tij gjatë pjesës të shkarkimit, ishte një fjalim i cili nuk kaloi në ekstremitete politike, nuk kaloi në akuza, nuk kaloi në fyerje, por ishte politikisht korrekt, ishte i qëndroi kornizës institucionale, dhe mes të tjerash tha që unë këtë kam dashur gjithkohës, që të jemi pranishëm dhe të ishe i pranishëm edhe në Këshillin Bashkiak kur shkarkua dhe më pas në instancat e tjera. Pra, ishte korrekte, duhej dhe ne ta dëgjonim dhe opinionin publik ta dëgjonte të vërtetën e zotit Veliaj, dhe kjo është demokracia. Ky është sistemi gjyqësor që është ndërtuar, një sistem gjyqësor i mirë, jo perfekt, dhe absolutisht në çdo vend botës nuk ka sisteme gjyqësore që janë perfekte, por një sistem drejtësie i mirë dhe ku balancohen me njëra tjetrën. Pra, nëse ka patur aludime nga zoti Velia që është bërë një padrejtësi në hallkat e tjera të gjyqësorit, gjykata kushtetuese ja dha të drejtën, ja dha mundësinë bazuar në ligj padyshim që ai ta thoshte fjalën e tij. Dhe për mua ky është një element, një zhvillim pozitiv. Përsa i përket pretendimeve që kanë palët, kjo mbetet për të parë në fund të procesit. Por unë dua ta theksoj. Tani si procedurë çfarë pritet ndodh? Unë dua ta theksoj edhe një herë që kemi të bëjmë me prezumimin e pafajësisë. Pra nuk duhet ta harrojmë asnjëherë, nuk është fallur zoti Veliaj fajtor. E njëjta gjë besoj ta kemi edhe pyetja për zonjën Balluku, ka pretendime për disa çështje që prokuroria thotë ka shkelje. Gjykata i ka pranuar në fazën e parë, edhe për të parë fazat e tjera dhe hallkat e tjera të gjyqësorit. Përsa i përket pjesës politike tani, folëm për pjesën e simbolike, qasja që ka patur zoti Veliaj, por edhe pjesa ligjore. Tashmë unë besoj që gjykata kushtetuese do t'i hapi rrugën mbajtjes së zgjedhjeve në Tiranë, edhe pse nuk e ka ende një vendim, është tërhequr për ta mbajtur një vendim të tillë, pasi aty do të shikohet, do ketë zgjedhje të parakohshme për kryeqytetin ose jo. Unë mendoj që po, sepse pavarësisht situatave të tjera, zoti Velia, jo për fajin e tij, e tha dhe vetë, nuk mund ta shtojë më detyrën e tij normalisht. Edhe pavarësisht që ai nuk mund ta shtojë detyrën e tij normalisht, ka një dekurajim edhe të trupës të administratës së Bashkisë Tiranë. Po ta shikosh, ti themi gjëra se që janë, Bashkia e Tiranës nuk ka një performancë që ka patur kur ishte zoti Veliaj në zyrë. Pra ka një qasje më të ngadaltë për problematikat Tirana. Dhe kjo vjen padyshim nga dekurajimi, mendoj unë, edhe i strukturave të tjera të Bashkisë Tiranë, dhe do ishte mirë që të kemi një kryetar i cili të jetë në detyrë dhe ta shtyjë administratën, të shtyjë gjithë ato drejtoritë që të bëjnë detyrën e tyre në mënyrë më funksionale. Pavarësisht se unë mendoj që zoti Veliaj, e kam thënë edhe herë tjetër, në fakt, është një nga kryetarët më të mirë që ka patur Bashkia e Tiranës pas zotit Rama, është i dyti në mënyrë absolute, me ndryshime epokale, ndryshime shumë të mëdha, por unë besoj që politikisht, duke parë dhe qasjen që ka patur Partia Socialiste, është një kapitull i mbyllur përsa i përket Bashkisë së Tiranës për zotin Veliaj. Pastaj kapitulli i tij politik mbetet për të parë në fund të procesit gjyqësor, si do shkojë, por për sa kohë ai ka prezumimin e pafajësisë, pse jo mund të rikthehet nesër, por për momentin unë e shikoj kapitull të mbyllur, sidomos pjesën që ka të bëjë me Bashkinë e Tiranës, dhe do duhet që të kishim zgjedhje, do duhet që të kemi një kryetar të ri të një bashkie që është më e rëndësishme e vendit, është bashkia që ka ndoshta ekonominë, pjesën më të madhe të ekonomisë së Shqipërisë,
ka pjesën më të madhe të popullatës dhe është dera kryesore hyrëse edhe për turizmin dhe për ekonominë, por edhe në procesin e integrimit. Pra është një bashki e cila meriton dhe duhet të jetë më aktive, mendoj unë, siç ka qenë kohën e zotit Veliaj. Ju thashë që duhet ketë patjetër zgjedhje në Tiranë edhe me sa duket do të ketë. Kemi përafërsisht një periudhë të cilën ne mund mendojmë që do të kemi zgjedhje në Tiranë. Shiko, nga biseda që kam zhvilluar me juristë të shumt, njerëz që njohin ligjin, pjesa që të gjithë bien në një mendje dakord është ndoshta mesi ose fillimi i dhjetorit të këtij viti. Nëse nuk kapet ky afat, me shumë gjasa do shkojmë drejt shkurtit ose drejt marsit. Por gjithsesi kjo është periudha që bien konstitucionalistët, juristët dakord që periudha më e afërt që mund të kemi zgjedhje, duke filluar nga dita e sotme, sepse gjithçka do qartësohet atje. Po, patjetër. Duhen 45 ditë që të kemi shpalljen e zgjedhjeve në varësi të asaj që do mbajë gjykata kushtetuese qëndrimi i saj. 45 ditë që duke filluar nga sot i bie besoj mesi i dhjetorit. Kështu që unë besoj ajo do jetë data më e përshtatshme. Megjithatë mbetet për tu parë, por si e thash, jemi në një zhvillim shumë interesant ditën e sotme, edhe si gazetar, hera e parë që kam ndjekur një seancë të gjykatës kushtetuese, jam i sigurt edhe ti, po edhe shumë kolegë të tjerë, dhe jo vetëm kam ndjekur një seancë të gjykatës kushtetuese me një vëmendje kaq të madhe, kaq maksimale, dhe për të së vërtetës një gjykat, një trup që un kam edhe vlerësimin tim, sepse ishte gjithçka transparente, palët thanë argumentet e tyre, debati ishte shumë konstruktiv, me shumë etik, gjë që i mungon po ta shikosh edhe parlamentit, i mungon dhe instancave të tjera të Republikës. Kemi pasur gjithashtu gjatë ditës sotme edhe paraqitjen e zëvendës kryeministres Belinda Balluku në SPAK. E njëjta gjë vlen edhe për zonjën Balluku, unë mendoj që dhe në rastin konkret është prezumimi i pafajësisë. Pra është komunikimi i akuzave nga ana e prokurorisë së posaçme dhe gjithçka do futet në kanalin ligjor dhe në procesin që pritet të zgjas ose mund të mos zgjas. Unë do uroja që të mos kishim një proces i cili shkon 4-5 vjet. Pra doja të kishim një dinamik tjetër, sepse nuk mundet që një zyrtar i nivelit të lartë, siç është zonja Balluku, zoti Veliaj dhe zyrtar të tjerë, që kanë probleme të tilla, nuk mundet të zgjaten e të zgjaten në këto procese, ndërkohë që dëmi në një farë mënyrë i karrierës së tyre bëhet. Nuk është se më shqetëson karriera politike e asnjërit, po nëse do dalin pafajshëm nesër, dëmi është shumë i madh që ti i kryen dhe i bën një figure. Pra, do të kishte një ritëm të shpejtë në proces, dhe pastaj varet nga drejtësia, do gjejnë prova që janë apo jo fajtor, i takon atyre. Unë do doja një ritëm të shpejtë në këtë aspekt. Zonja Balluku është një nga figurat më të rëndësishme të majorancës, sidomos në këto 2 mandatet e fundit, edhe ka dhënë një kontribut të madh për Partinë Socialiste, në Fier, në Dibër, e filloi në Dibër, pastaj kaloi në Fier, në Dibër fitoi gjitha bashkitë kur ishte zgjedhjet e kaluara lokale. Aty pati një kapërcim cilësor dhe më pas një betejë shumë e fituar kjo e Fierit me një rekord me mandate. Dhe tashmë zoti Rama ka deleguar në Bashkinë e Tiranës. Pra është një sfidë tjetër politike që zonja Balluku e ka në aktualitetin e saj të përditshëm të punës, një sfidë e vërtet siç është Bashkia e Tiranës. Aq më tepër pas gjithë këtyre problemeve që ne u ndalëm edhe pak më herët. Mbetet për të parë aspekti që ka të bëjë me dosjen. Unë do doja që dosja të jetë e rezervuar prokuroria, mos të ndodhi siç ka ndodhur në rastet e tjera ku dosja ka dalë në opinion publik dhe është bërë një gjyq publik i tmerrshëm dhe më pas edhe pse ka patur të tjera akuza ose ka patur një qasje tjetër procesi gjyqësor, gjyqi publik është bërë. Por unë do doja pak transparent, e kam thënë edhe tjera nga ana e SPAK-ut, pra do doja të kishte disa gjëra më konkrete në lidhje me arsyet pse është marrë pandehur. Pra do të kishte një qasje më ndryshe në marrëdhënie me publikun nga ana e SPAK. Unë jam të mbështetësit e këtij institucioni, nuk e diskutoj fare, nuk hyj te ata që jam kritik, por do doja të kishte më shumë transparencë sepse janë çështje delikate. Janë çështje delikate që në fund ditës, nëse e largojmë vetëm për pak minuta emrin e zonjës Balluku, heqim emrin e zotit Berisha, ish kryeministrit, heqim emrin e zotit Beqa, zotit Veliaj e të tjerë. Në fund të ditës është krijohet një lloj marketingu, imazhi negativ për Shqipërinë. Dhe për sa kohë do kishte një impakt të tillë, çdo lloj çështje, një lloj transparente për ta bërë më të thjeshtë për opinionin publik, për na bërë më të thjeshtë edhe ne gazetarëve për të thënë në studio ato që bazohen në prova dhe në fakte, jo duke u bazuar në burime, jo duke bazuar në informacione anonime, të kishte një transparencë pak më të madhe
në lidhje me pretendimet që ka prokuroria ndaj kujdo subjekti politik dhe jo vetëm. Gjithsesi mbetër për të parë në ditët në vijim cila do jetë, ajo që duhet thënë është që tuneli i Llogaras, pavarësisht atyre që mund të thuhen, është një vepër arti shumë cilësore, i ka shkurtuar dhe i ka ndihmuar shumë, kam përshtypjen gjithë pjesën e jugut të vendit, sidomos pjesa e Bregdetit jon, i ka dhënë një hovë më ndryshe zhvillimit zonës dhe duhej. Ne nuk në asnjë moment, unë nuk e di çfarë ka ndodhur, nuk hyj dot atje. Por unë di që si qytetar i këtij vendi e kam kërkuar dhe jo vetëm unë, kam përshtypjen shumë vetë, kam kërkuar që të mos ishte qafe Llogaras rruga kryesore për të shkuar në një nga zonat më të bukura të detit shqiptar, të Bregdetit shqiptar, po të kishte një rrugë më shkurt që ishte tuneli Llogaras. Dhe na ka shkurtuar edhe më pak e rrezikshme, më pak kosto, shumë makina prisheshin, pra ka patur shumë problematika dhe rreziku ka qenë shumë permanent. Është një nga rrugët ishte shumë piktoreske, me një panoramë të jashtëzakonshme, por hynte te rrugët e rrezikshme. Dhe kishin kosto të lartë mirëmbajtje edhe në dimër, sepse bllokohej ngritës etj. Pra, si vepër është një vepër që duhej. Pastaj çfarë ka ndodhur mbrapa, unë nuk di ta them. Atë i takon Spakut që ta sqaroj. Por pavarësisht kësaj, në përgjithësi unë shikoj zhvillime pozitive për demokracinë në vend. Pra dikush mund t'i shikoj me një shqetësim të jashtëzakonshëm, unë nuk i shikoj me shqetësim. Unë i quaj një zhvillim pozitiv për demokracinë e Shqipërisë. Sistemi i drejtësisë funksionon, ka pretendime ndaj një zyrtari shumë të lartë siç është zonja Balluku, thirret merret e pandehur. Çështja shkon në kanalet ligjore, në proces dhe mbetet për të parë ku do shkojë. E njëjta gjë ndaj zotit Veliaj, e njëjta gjë ndaj zyrtarëve të tjerë. Pra, ne duhet të mësohemi që drejtësia bën punën e vet, politika ka punën e vet dhe nuk duhet ta marrim sikur është fundi botës, sikur kjo gjë ndodh vetëm në Shqipëri. Mjafton të kujtojmë Francën, një ish president, nga më të mirë që ka patur ai vend, shkon në qeli me qesën e tij, me bukë me vete, me rrobat e tij shkon në qeli. Pra që do thotë, kjo është drejtësia, kjo është demokracia, kjo do thotë standard europian. Ajo që unë nuk do desha një drejtësi ose dhe një politik, po flasim për drejtësinë, që të bëj aludime, pretendime, kritika, akuza ndaj një partie politike, ndaj një gazetari, siç ka patur në të kaluarën, ose ndaj një gjyqtari, pra ndaj kujdo, thjesht për të kënaqur atë që është një lloj oreksi i opinionit publik, që do sa më shumë zyrtarë të cilët të shkojnë dhe të përballen me drejtësinë, të dënohen, të arrestohen etj. Pra unë nuk do doja që të ishte për statistik. Do doja një drejtësi e cila të ishte totalisht e bazuar në ligj dhe një drejtësi që dhe kur shkojnë në hallkat e tjera të gjyqësorit, sidomos gjykatën e Strasburgut ose Komisionin e Venecias, siç ndodhi me rastin Veliaj, që u gjet me probleme arrestimi i tij, të mos kishte pretendime të tilla nga një palë që është më ftohtë ndaj çështjeve ligjore shqiptare. Pa profesionalizëm nga ana e SPAK e GKK-s dhe standarde, kaq asnjë gjë më shumë. Ndërkohë që si zonja Balluku, si zoti Veliaj gëzojnë të drejtën e prezumimit pafajësisë, do të jetë gjykata ajo që do të vendosi për të dy. Pra, në fund, çështja do shkojë në gjykatë dhe do të vendosin. Janë apo s'janë fajtor? Pra, kjo është çështja kryesore që duhet pritur. Vendosin ata dhe askush tjetër. Patjetër. Zoti Veliaj është futur, procesi është në një fazë më të avancuar, i zotit Veliaj dhe ka hyrë, janë pretenduar, janë ngritur dhe akuza zyrtare ndaj tij, është i pandehur, është i arrestuar, është i izoluar etj. Pra zoti Veliaj ka një gjendje shumë ndryshe nga zonja Balluku. Zonja Balluku ditën e sotme ju komunikuan dhe u morë pandehur për pabarësinë tendera për tunelin e Llogaras. Mbetet për të parë në ditët në vijim, do kërkoj ose jo SPAK arrestimin ose do kërkoj një mas tjetër ndaj zonjës Balluku. Nuk di ta them. Fakti që zonja Balluku paraqit ditën e sotme mu duke qetë, pra tha që duhet ketë transparencë dhe me të drejtë, është palë e cila preket në mënyrë të drejtë për drejtë, ende nuk kemi një variant zyrtar nga ana e SPAK. E presim me shumë interes që të ketë, gjithmonë është gjykata ajo që është filtri kryesor, dhe procesi do hyjë në kanalet e saj. Por unë thash, nuk dua që të kemi procese, flas si gazetar, si intelektual, nuk dua që të kemi procese të cilat zgjasin me 4, me 5 vite. Pra nuk duhet të jetë kjo. Duhet të jenë procese 1 vit, 2 vjet, pra është në një kozgjatje më normale. Mos kemi këtë pafundësi të proceseve, sepse ka diçka absurde. Tani ti them gjëra siç janë. Kemi ish ministrin Lefter Koka, i cili është dënuar një 7 herë. Kemi ish deputetin Arçi Bllako, u është liruar, është arrestuar, është liruar, pra
Tani, duke sigur nuk është shumë serioze dhe drejtësia kur bën këto manovra, që liron, e arreston, e heton, e bën, pra, dhe kështu nuk duhet jetë. Njeriu arrestohet, i ngrihen gjitha akuzat, futet në proces, nuk mund të ketë këtë ecje jake, dil, arresto, merr akuzat të reja, futu prap, dil prap, pra, jo kështu. Unë nuk besoj që kjo i bën mirë demokracisë. Kjo është optika ime. Nëse ngrit një akuzë, pra duhet jetë e kompletuar mirë? Absolutisht, e kompletuar, nuk diskutohet kjo pjesë, po dhe të mos ketë një lloj tallje, do ta quaja unë, me procesin. Pra siç ndodhi në rastet konkrete, pra që liron, e nxjerr, e merr prap, e fut prap, në këtë sens e kam. Ndërkohë, dalja e Erion Velis përpara gjykatës së kushtetuese nuk ka kaluar edhe pa vëmendjen e opozitës. Ka qenë pikërisht kreu i opozitës, zoti Sali Berisha, i cili e mbështet arrestimin e Erion Veliajt, por ai ka denoncuar shkeljen e, nëse do të themi kështu, procedurave ligjore. Shiko, pjesa që opozita u bë me zotin Veliaj është ajo absurdi i politikës shqiptare, nuk është se këtu ka në një gjë të re. Zoti Berisha ka patur gjithmonë kostumin e tij politik që armiku i armikut tim është miku im. Pra e kthen, edhe pse kjo opozit thoshte që Erion Veliaj u arrestua për shkak denoncimeve tona, mbi 50 protesta që kanë zhvilluar te dera e bashkisë. Unë nuk besoj që është kjo, sepse zoti Veliaj nuk u arrestua për asnjë nga akuzat që kanë ngritur opozita. Pra ka të tjera akuza për nga ana e SPAK-ut. Zoti Berisha patjetër që kërkon aleanca, sepse është njëri i cili e ka kaluar në kurrizin e tij pjesën e arrestit, dhe pa dyshim intereson që të fusi sadopak edhe element përçarës brenda kampit të Majt, duke u përpjekur të mbrojë Erion Veliajn, duke u përpjekur të mbrojë zotin Arben Ahmetaj, i cili është i dënuar dhe që ndodhet në azil. Pra, zoti Berisha e bën këtë për qëllime politike, nuk ka asnjë gjë të keqe politikisht. Po, patjetër. Problemi është që zoti Berisha dhe opozita në tërësi ka një qasje në optikën time shumë destruktive dhe shumë problematike, sepse duke patur këtë qasje, e cila është kritike, dhe duke patur këtë qasje e cila është destruktive ndaj atyre që bën SPAK, ti në farë mënyrë e zhvlerëson punën e institucionit të tillë. Pra tani, nëse ne themi që procedura e arrestimit të zotit Veliaj, që nga gabuar, siç thotë zoti Berisha, i bie që zoti Veliaj është i pafajshëm. Pra, është i pafajshëm apo jo? Apo qëndrojnë akuzat, apo nuk qëndrojnë akuzat? Qofse pastaj zoti Veliaj është i pafajshëm, atëherë opozita do thotë që ne kemi bërë gabim që kemi protestuar kundra zotit Veliaj sepse që ka i pafajshëm. Pra ka mostra akordanca, mos balanca në ato që thotë opozita, qofse hyn me detaje pastaj shikon edhe disa nonsense të mëdha, siç është bashkimi i votave për reformë territoriale, për reformën zgjedhore me Partinë Socialiste, që në fund të ditës ka thënë nuk ulem asnjëherë me zotin Rama, por ndërkohë është ulur tashmë. Dhe parajmërohet një ndryshim i madh kushtetues, nëse do ndodhi, reforma zgjedhore, krijimi i parlamentit me 2 dhoma, senati dhe dhoma e parë që duhet parlamenti, pra është shumë konfuze, do thoshja unë, opozita dhe mbi gjitha, pavarësisht qasjes që ka dhe strategjisë të saj, ajo që mua nuk pëlqen si gazetar dhe si qytetar, nuk pëlqen gjua denigruese që zoti Berisha ka ndaj SPAK. Pra e ka quajtur terrorist, zotin Dumani, ka quajtur kamikaz. Pra ka bërë disa akuzat të cilat ju jeni gazetarë me eksperiencë, dini shumë mirë, edhe në debatet e kafeneve, ne jemi shumë kujdesshëm, nuk thuhen ca gjëra. Jo mund t'i thuash para një audience që mund të jetë me 100.000 me 200.000 veta që të ndjekin për dita. Pra nuk është qëndrim shtetari, ose nëse thua një gjë të tillë duhet ta kesh të mirë argumentuar dhe mbi gjitha nuk duhet të jesh palë e cila ka konflikt interesi. Sepse po flasim për një politikan që ka konflikt interesi. Pra është në vetë të parë i dyshuar nga SPAK për shkelje ligjore për korrupsion me dosjen Partizani, ish kompleksi Partizani. Pra ka shumë probleme nëse ndalemi te qasja e opozitës. Por gjithsesi nuk e përjashtoj një aleancë kështu të pa nënshkruar, një aleancë thjesht për hir të debatit politik me zotin Berisha me gjitha këto orë të tjerë. Por gjithsesi ne do flasim edhe për zotin Ano. Zoti Berisha të njëjtat akuza kishte për zotin Ano dikur, pastaj në 2007 e mbaj mend si tani ka bërë një aktivitet madhështor me zotin Ano, e priti si president, ndërkohë që zoti Ano synonte të ishte president, i ka bërë një pritje presidenciale, një kandidati të veshpallur për president pallatin e brigadave. Pra zoti Berisha i ka më shumë për konsum politik, më duket mua, se sa i ka seriozisht ato që thotë sidomos me drejtësinë dhe politikën. E qartë. Gjatë kësaj jave gjithashtu nga opozita kemi pasur dhe 2 kërkesa për shkarkesa.
pas asaj të Niko Peleshit, është kërkuar dhe shkarkimi i presidentit. Shiko, ka qenë shumë, më ka ardhur pak për të qeshur, nuk e fshet dot. Tani ti thuash zotit Niko Peleshi, i cili nuk hynte pjesa e radikalëve politik, hynte gjithmonë te politikanët e moderuar dhe me vetëm një muaj. Pra ti thuash do të shkarkoj sepse je sjell keq, je militant, i ke mbajtur anën Partisë Socialiste, ke shkelur rregulloren, nuk më duket korrekte. Dhe nga një anë më duket një harxhim energjish kot për opozitën. Opozita votat nuk i ka, madje edhe në sallën e kuvendit 10 vota, 30 vota ishin për të bërë kërkesën dhe 10 vota për të shkarkuar. Pra u katëndis në 10 vota. Pra shumë absurde si qasje të kërkosh shkarkimin e kryetarit të ri të parlamentit, i cili ka vetëm një muaj. Bilanset bëhen në fund, bëhen kryesisht në fund të vitit ose në fund të sezonit politik. Po nuk bëhet bilansi me një muaj. Nuk mund të thuash që është një kryetar i cili mban anën dhe unë kam ndjekur zotin Peleshi. Për të së vërtetës ka patur një qesi mbi normale me gjithë ato akuza, me gjithë ato sulme. Pra, dhe opozita ka drejtën e saj, të kuptojmë, nuk kam asnjë gjë me kërkesën që ajo do të shkarkoj këdo. Zotin Begaj, zotin Rama nesër, po të kërkosh shkarkimin me një muaj punë, më duket jo serioze, më duket jo normale, një harxhim energjish i tepërt, ose kërkosh shkarkimin e presidentit të Republikës, më duket një iniciativë thjesht, hajde ta bëjmë një herë kot, duke ditur që ti s'ke vota, s'ke asnjë gjë. Më mirë ngri debate politike, ngri debate parlamentare, se sa shkon në këto kërkesa kaq ekstreme, dhe në fund fare ti nuk plotson dot as 1/10. Pra, për zotin Niko Peleshi, pati vetëm 10 vota për ta shkarkuar, nga 140. Pra, opozita kishte 7% të votave në sallën e kuvendit për shkarkuar. Atëherë pyetja është, përse e futesh një aventure politike, ndërkohë që të krijon një lloj perceptimi negativ në imazh. Pra, është absurde mendoj unë, por gjithsesi unë shikoj opozitën në një lloj kaosi, në një lloj paqartësie. Dhe mbi gjitha kjo bëhet, mendoj që të shmanget analiza e thellë e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Pra gjithë fokusi dhe gjithë qëllimi ka qenë që të shmanget analiza. Duke qenë që është ky objektivi, shmangja e analizës. Ata tentojnë të krijojnë këto shpikje, tentojnë të kapen pas kauzave të vdekura që në fillim, se kjo është një kauzë e vdekur. Shkarkimi i zotit Peleshi, shkarkimi i zotit Rama nëse do jetë në të ardhmen, shkarkimi i zotit Bega, janë kauza të vdekura që në fillim. Dhe fakti që opozita kapet e këto, ka një qëllim, se ata e din, janë një pjesë politikan me eksperiencë, është e gjitha për të shmangur debatin e brendshëm që ka të bëjë me largimin ose jo të zotit Berisha, mbajtjen e përgjegjësisë nga enturazhi i tij, nga krerët e qarqeve, dhe do ketë apo jo rinovim në këtë forcë politike në 2026 që kanë shtyr procesin e zgjedhjeve brenda partisë. Ndërkohë jemi në limite kohore, por një gazetar me eksperiencë besoj ka dy fjalë për Fatos Nanën. Unë kam qenë i vogël kur ka qenë i ri, kur zoti Nano ka qenë në krye të vendit, por kam patur mundësinë, kur ishte në opozit, ta takoj vetëm një herë, dhe ka qenë aktiviteti i fundit që i ka patur për mediat, një konferencë organizuar nga Kombet e Bashkuara, jo më larg nga Radio Televizioni Publik Shqiptar, ka mbajtur një fjalim, dhe kishte 2 vjet që ishte zhdukur pothuajse nga skena politike. Dhe ka mbajtur një fjalim për hir të së vërtetës brillant. Pra, Fatos Nano ishte njëri që po ta dëgjoje kur fliste, ishte brillant dhe të magjepste, kishte një tonalitet, një fjalor, kishte një qasje, një staturë, burr shteti, në gjitha kuptimet. Dhe pastaj kur kalon koha dhe ti futesh dhe shikon gjestet, veprimet që ka bërë, pas 97-s Shqipëria ishte më e përqarë se kur. Kishim një përplasje shumë të fortë mes elementëve kriminal të veriut, me një pjesë të Shqipërisë, elementëve kriminal të jugut me një pjesë të politikës. Fatos Nano, fal humorit të tij, zgjuartësisë, ka qenë shumë i pret, batutës e gjithë e zbuti. Ka qenë ai politikan që në momente që vendi duket si ishte në një krizë pa shpresë, bënte marrëveshje të jashtëzakonshme. Ka bërë marrëveshje për zgjedhjen e president Mojsiu, Alfred Mojsiut si president, për prokurorin e përgjithshëm. Gjithashtu i ka dhënë oksigjen zotit Berisha në vitin 2007 kur zgjodhi zotin Bamir Topi si president. Pra, ishte një politikan i kompromisit, ishte një liberal par excellence, ishte një figurë e cila ka vite që ka ikur nga skena politike, iku dhe nuk u kthye më, iku dhe nuk e pengoi më vendin, iku dhe nuk i futi më hundët tek kryetari që la pas. Pra, ishte një politikan i cili ishte totalisht demokratik. Pra, njerëz si zoti Nano, kam shtypjen do t'i mungojnë skenës politike shqiptare,
që kur ikin, respektojnë vendimin e tyre, ikin për të mos u kthyer më në politikë. Dhe kjo është në fund ditës demokracia. Dhe është shumë e çuditshme, Albana, edhe këtë batu do them, që ishte një lider politik i cili u rrit në komunizëm. Dhe imagjinoni, flitet për një lider politik që u rrit në komunizëm, një familje e shquar, dhe për ata që ndoshta nuk e dini, Ati Tika ka qenë drejtori i JTSH-s për shumë vite, në kohën gjatë diktaturës, dhe ishte një lider që u rrit në komunizëm dhe ishte liberal. Ndërkohë ne kemi politikanë të rinj që janë rritur në demokraci, në pluralizëm dhe janë totalisht autoritar. Shikon se çfarë nonsense që po jetojmë dhe mendoj që kjo është një nga trashëgimimet më të mëdha të zotit Nano dhe besoj do t'i mungoj padyshim familjarëve të tij, miqve të tij dhe politikës së Shqipërisë. Arborita, ishte kënaqësi që ishe me ne sot. Faleminderit, kënaqësi. Të nderuar shikues, faleminderit që qëndruat me ne, miru takofshim.